që një parti familjare shkon drejt kurris, një parti me pikpamje dhe një parti e organizuar në mënyrë institucionale shkon drejt zmadhimit. Në garën përballë Berisë, ju kam thënë, gjithë forma organizimit që unë kam demonstruar e njoh dhe e kam shpalosur si platformë për zgjerimin, zmadhimin e kësaj partie, opsioni i zotit Berisha është timin një partie familje dhe të kurrë në saj. Demokratët kanë zgjedhur zotin Berisha, nuk më zgjodhën, nuk më dhanë as mundësinë të kem 15%. Unë kam qenë të 11% atë, me ndërgjegjen time. Sepse do kisha reaguar fort nëse do shkoja te 15%. Sepse do kisha pastaj drejtën statutore për të ndërtuar një fraksion e tjerë më radh. Po nuk arrita ta kap këtë. Dhe njeriu e pranon humbjen. Ofertave pas kësaj gare për të qenë në kupolën drejtuese i kam refuzuar dhe kam thënë fytyra ime vlen më shumë se sa ai pozicion dhe ai pozicion, jo vetëm pozicion, po pozicion pa dinjitet. Se po të morën aty ato të marrën edhe erëzën, të marrën edhe fytyrën, se kështu janë mekanizmat e funksionimit. Si që kanë marrë erëzën këtyre që janë aty. Ndodhin procese shumë të rëndësishme dhe i shes i delet shkon atje dhe votojnë sot.